me komandantin e njësisë së snajperave. Komandant, kënaqësi e madhe, unë kam marrë një adrenalin që nuk di si e përballoni ju për ditë, po nuk po i bëjmë koment se ju them jeni me fat, por në fakt keni brenda rrezikun e jetës edhe jetën e shqiptarëve her pas here. Disa detaje që kanë shumë kuriozitet njerëzit të dinë për një snajper që në botën perëndimore e kanë simbol, e kanë si flamur. Kanë një snajper të jashtëzakonshëm që në ditë të zezë e kthen në ditë krenarie për vendin edhe për ju. Çfarë duhet jetë dhe çfarë duhet di një snajper dhe çfarë lloj trajnimi duhet ketë, çfarë psikologjie të brendshme duhet ketë, gjitha që i di ti pastaj. Kuptoj. Shumë faleminderit. Nësi. Për gjithë të fjalët mira. Seksioni special i snajperave, njësi speciale Renea, ka aktualisht në përdorim 2 nga sistemet e snajperave ndër më të mira në botë, ku përfshihen kalibrat që mbulojnë rreze veprimi nga distanca të shkurta deri në distanca militare të gjata, në distanca 1000 deri në 1200 metër. Pra ne përpiqemi të realizojmë deri në 1200 metër, pra përpiqemi të realizojmë një spektër të plot të veprimeve në mbështetje të efektivave taktik që ka njësia Renea deri në finalizimin e një operacioni me zgjidhje nga vetë snajperët. Vetë snajperi hyn në vendimarrjen në momentin caktuar. Pra, shumicën e rasteve, nuk pret gjithmonë komandën. Shumicën e rasteve punonjësit e policisë snajper të njësisë speciale Renea zgjidhin me iniciativën e tyre realizimin dhe përfundimin e një shërbimi. Aktualisht trajnimi është i vazhdueshëm gjatë gjithë kohës, programi është program vjetor, ku ne përfshihen njohje balistike, qitje me armë të zjarrit, teori, praktikë. Në shumicën e rasteve ne shfrytëzojmë poligonet jashtë njësisë speciale Renea, kryesisht poligonin e Bizës, për të kaluar në distanca të gjata të qitjes dhe në ndryshimet atmosferike që ndikojnë tek arma. Përpiqemi që gjatë gjithë vitit një punonjës special i seksioni special snajperave të jetë mbi mesatare diku ke 700 fishek për një person, me qëllim që të ruajë parametrat e tij. Çdo më thon 700, për 700 fishek në vit. Ti bëj si prova. Si prova të bëj ushtrimet e qitjes, kolaudimin e armës, veprime taktike, qitje taktike, qitje shpejtësie, qitje me ngarkesë fizike, qitje me ngarkesë psikologjike, qitje natën që janë shumë të rëndësishme. Pra në total ne mundohemi që të jemi diku ke 700 fishek në vit. Gjë e cila është një kosto shumë e madhe, sepse po ta kuptojmë një fishek snajperi ka koston diku ke 26 euro. Ashtu? Po. Aktualisht nuk kemi pas probleme, mbështetja ka qenë maksimale dhe parametrat mendoj se janë shumë të mirë. Unë e pyeta komandantin çfarë ndjen ke momenti që shikon fytyrën, çfarë ndjen gjë apo jeni të trajnuar të mos kesh emocion fare? Zero? Problemi im është që ta mbaroj detyrën me sukses. Do na mësosh si t'ja bëjmë ne këtë në jetën e përditshme? Që të bëjmë detyrën pa emocione fare. Okej, Okej. Kënaqësi.